Shikues të nderuar të televizionit Adeu, ju përshëndes në këtë hapësirë të intervistës. Ngërçi politik në Kosovë ka hyrë në një fazë krize. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të konstituohet për herë të 27. Lidhur me këto zhvillime të fundit në arenën politike të Kosovës, do të kemi një lidhje live me gazetarin dhe analistin politik Faton Mehmeti, i cili do të sqarojë më shumë situatën dhe ngërçin në kuvendin e Republikës së Kosovës. Zoti Mehmeti, çfarë po ndodh në këto momente sa i përket situatës politike në Kosovë? Gjithë loja po luhet për këto, pra për në fotin më të gjatë politik, sepse zotri Kurti nuk synon vetëm tjetë edhe 4 vjetë kryeministër, ai s'paku synon ta barazoj zotrin Rama me mandate. Po nuk ka ndonjë përveç, po themi përveç rolit saj moralist, zonja Osmani, pra presidentja e vendit, nuk ka ndonjë ndikim. Ajo ka zhvillu disa takime, po nuk ose ka dhënë rezultat. Palët kanë shkuar me qëndrimet e tyre aty dhe i kanë rikonfirmu qëndrimet e tyre para presidentës, e cila ju ka thënë kështu, zbutni pak qëndrimet edhe ta zhbllokojmë këtë proces, po nuk është shumë e vështirë që për shkak të kufizimeve ligjore që i ka presidentja të mund ta zhbllokoj këtë ngërç. Kështu që prandaj zotri Kurti dëshiron që ta shtyjë këtë proces, që për ta futur edhe zonjën Osmani në këto pazaret, për shkak se zonja Osmani ka rikonfirmu dëshirën e saj për qenë edhe një mandat presidente, kështu që e din ajo shumë mirë që pa mbështetjen e vetëvendosjes ajo kur nuk mund të bëhet presidente, edhe zotri Kurti duke e ditur këtë që e ka po themi ngrohtë zonjën Osmani, edhe nuk po arrin që të del nga këto kufizime zonja Osmani, kështu që edhe pavarësisht se dëshirës saj të mirë, realisht nuk e ka të pamundur presidentja të zhbllokoj. Unë e pres që në tetor zonja Osmani si më thon, nëse shkohet në zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet nacionale bashk, tjetë e rikonfirmuar nga zotri Kurti si për postin e presidentës, pra që të ketë një koalicion, në mënyrë që duke ditur popularitetin e madh që zonja Osmani ka tek qytetarët, zotri Kurti do të mundohet, si më thonë, këtë nektar ta shfrytëzoj në dobit të tij për të rritur përqindjen e partisë tij. Kështu që edhe zonja Osmani pritet që nga tetori, po them nga shtatori, kur edhe pritet para fushatat të filloj, pritet nëse deri në atë kohë gjithnjë nëse deri në atë kohë nuk do të ketë ndonjë presion të madh ndërkombëtar që do të shtynte palët për ta zhbllokuar procesin, prej shtatorit pritet që edhe presidentja Osmani të bëhet pjesë e pazareve duke u rreshtu krah Albin Kurtit, sepse vetëm krah ti ajo mund ta sigurojë një mandat, përndryshe nuk ka asnjë mundësi. Sa i përket asaj që Kosova humbra është shumë e natyrshme që Kosova humb, se kjo është një qeveri në detyrë, një qeveri që ka kompetencat e kufizuara dhe nuk mund të lidh marrëveshje të rëndësishme në të cilat Kosova, si më thonë, çalon në fushën energjetike, ne kemi një kaos ku dihet që merremetimet e termocentraleve janë para 40 viteve ka ndodhur. Tash është një termocentral duke u rinovu, edhe i cili pritet që pas disa muaj të rikthehet, mirë po Kosova me këto megawatt që prodhon, me gjithë termocentralet e ka të pamundur të prodhoj rrymë vetëm për vete. Ajo gjithmonë është e varur nga Shqipëria, nga Serbia, nga fqinjet e saj, për të përmbush, si më thonë, nevojat e qytetarëve. Kështu që në këtë aspekt Kosova nuk mund të bëjë diçka më shumë për shkak edhe të këtij ngërçe. Realisht ne këtu që jetojmë kemi pa që në dimrin e kaluar Kosova ka pas shumë probleme me energjinë elektrike, për shkak se shumica e qytetarëve gjatë dimrit tashmë po ngrohen me ngroje, pra me këto
me këto, siç e themi ne këto, me këto klima apo kondicioner që çuni jo. Pra me këto qytetarët më shumë 400% është rrit importi i këtyre kondicionerëve, cilët qytetarët i shfrytëzojnë tashmë gjatë dimrit, sepse është edhe më e kollajshme edhe për shkak se ngroja me dru është e ka kostën e vet, është rrit kosta. Kështu që me gjithë këto edhe mërgimtarët vinë për festat e fundvitit, edhe Kosova gjithmonë po ka të lashe shumë të maja gjatë këtij sezoni, po themi. Në këtë kuptim, Kosova ka nevojë për të riparuar këto termocentrale, për të ndërtuar një termocentralë të ri, edhe në këtë aspekt nuk mund të bëj asgjë përderisa vazhdon kjo bllokadë. Gjithashtu Kosova nuk mund të marrë pjesë edhe në po themi qeveria nuk mund të marrë, ajo mund të marrë, po nuk është e ftuara, po them nga diplomatë huaj. Tashmë vetmja presidentja Osmani është ajo që po zhvillon, si me thonë, po e përfaqëson Kosovën. Zotri Kurti edhe për shkak të pozitës tij jo të plot në qeveri, po shmanget edhe nga disa takime të nivelit të lartë. Këtë kuptim, kështu që Kosovës po mos përfaqësimi nga ana kryeministit dhe mos ofrimi marrëveshjeve në fushën energjetike edhe në çështje tjera natyrisht se i kushton. Kështu që edhe dialogu me Serbinë anën tjetër Kosova nuk mund të vlerësohet shumë në dialogun me Serbinë një qeveri në detyrë. Kështu që gjitha këto kanë kostot e vet. Serbia në anën tjetër po insiston që në këtë periudhë të zhvillojë takime, duke ditur që Kosova është në disavantazh politik, kështu që gjitha këto po themi janë kostot me pak fjalë të këtij ngërçie. Zoti Mehmeti, si mund të rizgjidhet kryeministri Albin Kurti, pra çfarë skeme mund përdoret dhe përse zonja Haxhiu kundërshtohet nga e kundërta e opozitës, pra e pozitës ndjes. Pra pse është me problem që të zgjidhet si kryetare e Kuvendit Republikës së Kosovës? Zonja Haxhiu ka qenë shumë e ashpër ndaj shkrerëve të luftës, zotrit Thaçi, zotrit Veseli dhe këtyre udhëheqësve të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe prandaj kjo kundërshtohet fort sepse kjo po themi pas zonja Haxhiu ka qenë shumë e rrep për shkak të keqeverisë së tyre, ajo i ka quajtur edhe hajna, edhe ka mbajt një qëndrim shumë tashpër ndaj zotit Thaçit dhe zotit Veseli, edhe prandaj po kundërshtohet shumë fort nga opozita, e cila pjesa më e madhe cilët janë po themi nga krahi i luftës. Prandaj është ky kundërshtim jashtëzakonisht i fortë i saj, edhe ajo gjatë punës që ka bërë si ministre drejtësisë për 4 vjet gjithmonë ka akuzu opozitën si zhvatës të shtetit dhe ka thënë që me mua ministre drejtësisë do t'ja konfiskojmë gjithë pasurinë që kanë bërë ajo dhe ka bërë një ligj për konfiskimin e pasurisë, edhe është në ndërtim e sipër me byroja kombëtare e hetimit, një byroja kombëtare e cila sipas zonjës Haxhiu do t'ju konfiskoj pasurinë gjithë dhe gjithmonë i kanë shënjestruar ish opozitën si ata që i kanë bërë dëm më të madh shtetit, edhe me retorika ka qenë shumë e ashpër ndaj tyre, prandaj edhe divergjencat mes zonjës Haxhiu dhe opozitës shkojnë deri në armiqësi, në kuptimin që nuk e përjashtojnë njëra tjetrën në mënyrë permanente. Në këtë kuptim, zonja Haxhiu kundërshtohet aq fort, edhe pikërisht duke ditur që zotri Kurti e ka kandiduar vetëm për ta provokuar opozitën dhe duke ditur që është pothuajse është po themi e vetmja që nuk do të mund të në asnjë mënyrë të merrte votën e opozitës. Prandaj edhe ka nominuar për ta zhvilluar strategjinë e tij. Edhe me gjithë këtë zotri Kurti po i arrin qëllimin. Sa i përket mundësisë se si zotri Kurti të zgjedhet kryeministri, natyrisht një koalicion me nismën edhe me minoritetet jo serbe do t'ja mundsonte zotit Kurti 62 vota gjithsej, mirë po zotri Kurti nuk është interesuar për ta bërë një qeveri të bresht,
qëllimi i tij është që vetëm ti ke 61 numra, për shkak se ai nuk dëshiron të jetë i shantazhuar nga një parti me 2-3 deputet. Prandaj është duke synuar që bashkë me zonjën Osmani të zhvilloj një fushat të fuqishëm për njësoj si çka ndodhi në vitin 2021 ku bashkarisht arritën të kenë 61 deputet dhe zonja Osmani të zgjidhë presidente. Kështu që zotri Kurti e dëshiron të njëjtin skenar për ta përsëritur, duke ditur edhe popularitetin e madh që zonja Osmani ka, ajo deri më tani është femra më e votuar në historinë e pluralizmit të Kosovës, edhe gëzon një popularitet në gjitha anketat që zhvillon, ka popularitet shumë të madh se zotri Kurti, edhe duke ditur këtë, zotri Kurti do të mundohet që ta shfrytëzoj këtë në avantazh të tij politik, respektivisht të partisë së tij. Kështu që zotri Kurti po donte do të ishte tashmë kryeminist, mirë po ai nuk dëshiron të jetë kryeminist që do të varet nga dikush tjetër. Zoti Mehmeti, të falenderoj për këto informacione të detajuara deri në këtë moment. Faleminderit për juve. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me gazetarin dhe analistin në Kosovë Faton Mehmeti për të sjellë një rezume rreth situatës aktuale në Republikën e Kosovës, dështimin e radhës të konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Bashkë mirupafshim.